Ora 5:30 mëngjesit, për fermerin Gani Dobratiqi, dita tashmë ka nisur. Me hapjen e derës së fermës, fillon edhe përkujdesja për baktin, një rutinë që e ndjek për më shumë se 4 dekadash. Që nga mosha 14 vjeçare, kur nisi të punonte së bashku me prindin, e deri më sot, ai nuk i është ndarë asnjëherë bujqësisë. Këtë traditë tashmë po e trashëgon edhe te djali i tij. Sot, ai kujdeset për 17 krerë bagti dhe merret me kultivimin e misrit dhe grurit, duke e nisur çdo ditë me të njëjtin përkushtim. Megjithatë, sfidat sipas tij janë më të mëdha se dikur. Rritja e çmimeve ka ndikuar drejt për drejt në punën e fermerëve. Këtë vit i bëj 41 vjet përvojë në bujqësi, domthonë e kam trashëgimi familjare pe prindit, dhe qysh në moshën 14 vjeçare, unë ku fillu me punu me prindin në bujqësi edhe këtë vit i kam 41 vit, domthonë 41 vit përvojë punë në bujqësi. Edhe para lufte, edhe mas lufte, mas shumë të kultivojnë agrune edhe misër edhe kemë fermë të love qumshtore. Domthonë, numri i gjedheve qumshtore është 17, kurse si përfaqja me grunë këtë vit është 20 hektarë, me misër planifikojnë dikon rreth 5 deri në 6 hektarë me mjellë. Kurse kultura tjera i kemë ushqim të kazhe, bari artificial edhe junqë. Domthonë qëto janë kryesisht me qëto ma shumë. Po, unë mendoj që është mirë edhe kam shumë respekt edhe për djallin, sepse gjeneratat e reja pas lufte sukur e kanë lonë onës bujqësin, kurse edhe djalli jem gjithashtu nga mbusha 13 vjeçare, 14, ka fillu më përkroa dhe sot më përkroa dhe jam jashtëzakonisht i lumtur me ta, sepse asnjëherë nuk priton, domthonë e ka edhe ai si duket dhe të vazhdoj trashëgimin e gjyshit vetë, popit vetë, edhe ndoshta edhe nesër të t'jalen djallit vetë. Pjesë e pandashme për përditshmërisë së tij janë pastrimi, ushqimi dhe mjelja e bagtisë. Filloj me procedurat e në shtallë, domthonë ushqimin ja përgatiti love, pastrimin e shtallës, mjeljen, edhe një orë e gjys punë efektive kam mëngjes, një orë e gjys i kam mbrëmje. Qëto e në procedurat, kur është sezone e mjeles të krurit, si t'i kry procedurat në shtallë, me nërë fillojnë me punimin e tukës, lavrimin, pregaditjen. Kur janë sezone e mjele pranverore, tash jenë veç fazën e fillimit të mjele pranverore të misrit, unë kam planifiku këtë javë me fillu me mjele, po përshka kushteve të atmosferike cilat vizetrun ditëve të kalume dhe pritet që edhe gjatë vikendit tashëm këtë reshje, të pushojmë edhe pak edhe pastaj fillojmë me procedura. I kom dikon rreth 5 hektarë gjys apo 6 me misër mbjellën, merë kohë një 2 ditë, mirë po nuk është koha harrohet, mundi harrohet, lodhe harrohet. Një ndër sfidat kryesore mbetet çmimi i naftës. Për të vënë në funksion traktorët, atij nevojiten sasi të mëdha karburanti. Fatkeqësisht, ta them drejtin për mas lufte, fermerët janë konë përkrohen shumë pak, mirë po që nga viti 2009, kur kam fillu me pagesa direkte nga ona e Ministrisë Bujqësisë, atëherë pak jënë zbut domthonë problemet edhe kanë arrit fermerët me shtu numrin e sipërfaqeve, kurse përkroje kanë pasur edhe nga ona e komunës, qysh prej vitit 2003-2004, kanë fillu 2005, komune ka përkro blegëtorin, lavërtarin, pemtarin, edhe tash veç viteve të fundit, se cilën vit kras rritjes çmimeve të produkteve inputeve bujqësore, kanë nisë të rriten edhe përkrojnë nga ona institucionale, si nga ona e nivelit komunal edhe nga ona e nivelit qendror. Domthonë, ka pas përkroje për 2 nivele. A është e mjaftueshme, nuk është e mjaftueshme, sepse pëshurën veç krizat dhe ngroja globale, thatësirat, tash luftat në Ukrainë, pastaj luftat tash SBA-Iran, domthonë dikon në çmime, rritjen e çmimeve, edhe të inputeve bujqësore, po edhe lëndës sport naftës. Sepse unë posedoj me 2 traktora,
kapaciteti tyre të naftit është njëri i nxen dikon rreth 120 litra naftë, kurse tjetri i nxen 100 litra, edhe një më i vogël i nxen 30 litra, domethënë start për me fillu me punu mu dikon rreth 250 litra naftë për me mush traktorat, 250 litra naftë me çmimin e sodit, sepse jam duke i përcjell çmimet vazhdimisht, është nera 92 cent, që deri në mbrëmje mund me mrridh dyera, domethënë me 500 litra naftë mund start të më shkojnë dikon rreth 700 e diçka euro. Është vështirësi, mirë po edhe nëse bëhet 3 euro, 4 euro, unë e kom fillu këtë biznes edhe nuk do të ndërzuona. Nuk e më ndërzuona në kohët ma të vështira para lufte, edhe mas lufte kur s'kana post 4-5 vitet e në fillim për krojës, ju më ndërzuona, nuk ndërzuona e sot. Ai kujton edhe vitin 2014, kur breshëri i dëmtoi rënd të mbjellat. 2014-15, që si përvoqë ku i këtu i kam 15 hektar me grunë, dikon rreth 70% breshni ma ka dëmtu, edhe nuk jem zhgëny, sepse kjo është që ka vjen për i Zotit, është e mirë se onë, fatkeqësitë natyrore normal janë të mirë pritni. Nuk thash as njerë që më dërzu as para lufte, e as mas lufte edhe nuk dërzu në asot, sepse e kam vullnetin, e kam dëshirën edhe punën. Edhe normal është një lloj biznesi për familje i mirë. Unë gjithëherë këtë si përpoqe, ko veç kohët e tuje si mas lufte, as nuk e shtoj ma shumë, as nuk e zvëgloj, edhe numrin e krerëve këtu e muaj, sepse e di atë sa muj me më rri. Ndërkohë, mekanizmi i punës ka sjell lehtësira të dukshme në fermë. Ma heret kemi pos traktora që kam pos kual fuqi ma të dopë, do unë tash kemi traktora me kual fuqi ma të mëj, kemi edhe mjetët ngarkuse, shpërndorëse të plet, të shtolles, kemi pajisje moderne, maqina me ajër të grunit, të misrit, do unë janë pajisjet për rotobolla, do unë që s'ka, tash tuje si 80%, 90% duhet mu punu me mekanizm, sepse është mungesë e fuqisë punëtore, gjeneratat e reja nuk duhet me punu në bujqësi, kjo është arsye. Pavarësisht sfidave, Gani Dobratiqi vazhdon të punojë çdo ditë me përkushtim, duke dëshmuar se puna në tokë, përveç se burim jetese, mbetet dhe trashëgimi dhe krenari familjare.